Qytetarë pra kanë qenë shumë bashkëpunues për të reaguar qoftë në raport me platformën tonë programore, qoftë në raport me kritikat që kemi pasur ndaj qeverisë, pra ka qenë një bashkëpunim i jashtëzakonshëm ku qytetarët e kanë ngritur zërin në raport me kandidaturat tona. Sot është ditë e shenjtë, është vota e cila për nga shenjtëria është e garantuar edhe nga demokracia edhe nga kushtetuta jonë. Prandaj ne i bëjmë ftesë gjithë qytetarëve që pas tërë atij bashkëpunimi që kemi pas përgjatë këtyre pothuajse 2 muajve, sot e kanë momentin ku zërin e tyre ta deponojnë në kuti dhe me këtë votë ta vendosin fatin e ardhshëm edhe për 4 vite për komunën e Gjakovës. Unë uroj zgjedhje të lira, zgjedhje demokratike, ashtu sigurisht ka hije edhe Kosovës, por edhe Gjakovës, dhe uroj më të mirën edhe për Kosovën, edhe për komunën tonë.